Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Amma ba'du. Gjithë hamdi, falënderimet dhe lavdia e plot i takon të Madhit Allah fuqi plot. Shumë salate dhe selame çdo herë dhe pandaj i dërgojmë më të dashurit ton, më të Madhit pejgamber Muhammedit ton të dashur alayhi salatu wassalam. Ju miq të nderuar, kudo që jeni dhe gjindeni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lejen e Allahut fuqiplot, po e fillojmë edhe një takim të ri, në shoqëri me ajetet e kaptinës An'am. Kjo sure e bekuar nga Kurani fisnik. Kjo kaptin e Kuranit e cila përmban në vete përplot argumente të qarta, përplot prova dhe dëshmi që faktojnë madhërinë e të Madhit Allah fuqiplot, që dëshmojnë se vetëm Allahu është një i vetmi i cili meriton robërinë, adhurimin, për uljen, vetëm nga ai duhet të kërkojmë ndihmën, vetëm nga ai duhet të shpresojmë çdo të mirë, vetëm ai është ai i cili na ruan dhe na mbron nga çdo e keqe dhe çdo e lig, nga çdo rrezik dhe nga çdo ligësi të dashurit e mi. Sot do të vazhdojmë me leximin e ajeteve vijuese nga kaptina An'am. Sot do të shoqërohemi me ajetet duke filluar nga ajeti 112 deri tek ajeti 117. I frymzuar nga kuptimet dhe përmbajtja e këtyre ajeteve, e kemi titulluar këtë takim kur shumica të largon nga rruga e Allahut. Opinioni dhe mendimi ndonjëherë i shumicës së njerëzve, edhe ty ndonjëherë pa drejtësisht të grabit. Shumë herë opinionet e të tjerëve diktojnë opinionet tona. Mendimet e të tjerëve shumë herë depërtojnë edhe hynë edhe në mendimet tona dhe bën pjesë e jetës tonë. Kurani famlart na çorton, por edhe na paralajmëron se jo shumica çdo herë është në rrugën e duhur. Jo çdo herë ne duhet të ecim në rrugën dhe mendimin e shumicës. Ne duhet të ecim në rrugën e argumentit, në rrugën e provave dhe dëshmive që e tregojnë se kjo është rruga e duhur dhe kjo është rruga e vërtetë. Thot Allahu fuqi plot në ajetin 112. Wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa shayatin al-insi wal-jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhruf al-qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wama yaftarun. Thot Allahu fuqiplot. Po, kështu ne i kemi bërë çdo profeti armiq, çdo pejgamber i Allahut në epokën dhe kohën kur ai jetoi, i kishte kundërshtarët dhe armiqtë e tij. Këta armiq qofshin djaj, gjin apo njerëz, që i frymëzojnë njëri tjetrit fjalë të zbukuruara për mashtrim. Këta armiq dhe këta kundërshtar të pejgamberëve të Zotit, dhe tani në kohën tonë, armiq dhe kundërshtar të trashëgimtarëve të pejgamberëve të Zotit që thrasin në rrugën e Zotit, qofshin prej djajve, njerëzve dhe gjinët, këta njëri tjetrin e frymëzojnë, e ushqejnë me mendime dhe ideologji. Me fjalë që Allahu dhul xhalal si ka klasifiku mendimet që këta e ushqejnë njëri tjetrin. Zukhrufel qawli ghurura. Fjalë të zbukuruara, por që në fund janë fjalë mashtrimi. Ideologji që në anën e jashtme duken
të mira që i sjellin njerëzimit mirësi e dobi, por në fakt janë mashtrim dhe dështim. E sikur të donte Zoti yt, ata nuk do ta bënin këtë. Andaj lëri ata dhe atë që ata trillojnë. Ky është ajeti 112. Imam Tabariu, Allahu mëshiroft, shpjegon se ky ajet është një prej atyre ajeteve të cilat ajete e ngushëllojnë pejgamberin ton alayhis salatu wassalam, por njëkohësisht ky ajet është edhe paralajmërim për besimtarët. Ky ajet sqaron një rregull të përhershëm në historinë e thirrjes së pejgamberëve të Allahut. Thot ky ajet dhe ka ajete të ngjashme si ky ajet është një manual për gjithë ata hoxhallar, për gjithë ata punëtor dhe thirrës në rrugën e Zotit, ata që thrasin njerëzit në rrugën e Kuranit dhe në rrugën e pejgamberëve të Zotit. Ky ajet na tregon këtë histori të gjatë të thirrjes të këtij misioni të gjithë pejgamberëve të Zotit. Kështu të gjithë janë ballafaquar me armiq, me kundërshtar, me ideologji, me propaganda, me etiketime, gjithë fare, që Allahu i quajti zukhrufel qawli ghurura, janë të zbukuruara, janë të paketuara bukur. Ato servohen dhe ofrohen në mënyrë joshse, janë tërheqëse, por në fund janë mashtrim dhe dështim, janë humbje. E Allahu dhul Gjelal i thot pejgamberit alayhis salam, edhe neve, fadharhum wa ma yaftarun, mos u merr me ta, por mos u merr edhe me trillimet e tyre. Imam Tabariu, duke komentuar tutje këtë ajet, po ndalemi tani po i marrim pjesë të këtij ajeti. Ne i kemi bërë çdo profeti armiq. Asnjë profet, asnjë pejgamber i Allahut nuk ka ardhur e që nuk ka pas kundërshtar në rrugën dhe misionin e tij. 2, thot Imam Tabariu, armiqësia ndaj të vërtetës është një rrugë e vazhdueshme. Nuk është përjashtim. Domethënë, nëse ti ke kundërshtar, nuk je ti që je i pari që po të kundërshtojnë dhe po të armiqësojnë në misionin e thirrjes drejt të vërtetës. Gjithë pejgamberët e Allahut janë ballafaquar me armiq dhe kundërshtar. Imam Tabariu thot se kjo tregon se kundërshtimi nuk është shenjë dështimit, por kundërshtimi dhe armiqësia është shenjë e të vërtetës së misionit, ti je në rrugën e duhur. Pastaj një pjesë tjetër e këtij ajeti thot, këta armiq janë djaj nga njerëzit apo xhinët. Janë djaj, qofshin nga njerëzit apo nga xhinët. Imam Tabariu thot, djajt e njerëzve janë ata që thrasin në humbje, përhapin dyshime dhe i zbukurojnë këto gjëra të kota të cilat ata i trillojnë. Pastaj Imam Tabariu thot, ata bashkëpunojnë në mes vete dhe kanë për qëllim 2 gjëra, po themi. E para, kanë për qëllim devijimin e njerëzve, si dhe kanë për qëllim në të njëjtën kohë edhe kundërshtimin dhe luftimin e të vërtetës. Do thot, ata nuk kënaqen vetëm me projektin e tyre, për t'i deviju, e t'i lajthitur, e t'i humbur njerëzit, por ata dëshirojnë edhe t'i luftojnë e t'i armiqësojnë ata që thrasin për rrugën e vërtetë. Pjesa tjetër e këtij ajeti, Imam Tabariu ndalet tek ajo pjesë ku Allahu thot, fjalë të zbukuruara por mashtrim. E keqja, thot Imam Tabariu, jo çdo herë vjen e hapur, e dukshme. E keqja është e kamufluar, është e mbuluar. Por mas një kohë shihen edhe preken
pasojat e asaj të keqe. Prandaj thot Imam Tabariu, ndonjëherë e keqja vije me fjalë të bukura, ndonjëherë me retorik mashtruese, me argumente që duken tërheqëse, por janë të rreme, dhe kjo është një nga sprovat më të rrezikshme që sfidohen besimtarët dhe familjet e tyre. Pastaj Imam Tabariu ndalet tek ajo pjesa e fundit e ajetit ku Allahu dhul xhelal thotë leri ata dhe atë që ata e tërillojnë. Thotë ky është urdhër për durim, mos u zhyt në polemika të kota dhe ti energjinë dhe mundin dhe vullnetin dhe fuqinë tënde fokusoje në thirrjen në rrugën e drejtë. Prandaj nga ky ajet, ajeti 112, mund ta rezumojmë dhe ta përmbledhim komplet ato çfarë i tha Imam Tabariu, e vërteta gjithmonë ka kundërshtar, një. E dyta, mashtrimi shpesh herë vjen i zbukuruar dhe i kamufluar. 3. Ai i cili thret në rrugën e Allahut duhet të jetë durimtar dhe nuk duhet të dëshpërohet. Dhe 4. Allahu është mbikëqyrës i çdo gjëje dhe ai vëzhgon çdo gjë. Ajeti 113. Thot Allahu fuqiplot: "Wa litasgha ilayhi afida alladhina la yu'minuna bil akhirah wa liyardahu wa liyaqtarifu ma hum muqtarifun." Që zemrat atyre që nuk besojnë në ahiret të priren ka ato fjalë të zbukuruara që janë mashtrim, t'i pëlqejnë dhe të bëjnë atë që ata bëjnë. Tash Imam Tabariu sqaron se ky ajet është vazhdimsi i ajetit 112 dhe shpjegon pse Allahu lejon përhapjen e fjalëve mashtruese që kanë për qëllim që njerëzit të devijohen e të lajthiten. Imam Tabariu, duke e komentuar këtë ajet, fillon me pjesën e parë që zemrat e tyre të priren. Do të thonë, disa zemra, disa njerëz kanë prirje me ushqy me mashtrime të tilla. Kjo ndodh sepse, thot Imam Tabariu, në radhë parë, ata nuk besojnë në takimin me Allahun në ahiret. 2. Rrjedhimisht, pasi nuk besojnë në takimin me Allahun në ahiret, ata nuk presin llogari dhe ditën e gjykimit. 3. Janë rob dhe sklever të epsheve dhe dëshirave të tyre. Dhe 4. Fjalët e zbukuruara përputhen me prirjet e tyre. Do të thonë, ideologjitë caktume, programet caktume, metodë dhe mënyrë se si ata dëshirojnë me jetu jetën, atyre ju bie tamam ajo formë. Pikërisht kështu, do të thonë, thot Imam Tabariu, prandaj edhe i pranojnë. Ndalet Imam Tabariu te ajo pjesa e ajetit ti pëlqejnë ato. Do të thonë, ato fjalët e zbukuruara që janë mashtrim, që është në programe, ideologji, ku ta di une, mënyra apo formë jetës, pëlqimi tregon, thot Imam Tabariu, se ata nga ana atyre e brendshme pajtohen me ata, si dhe ata janë të kënaqur me të kotën, dhe ana atyre morale dhe etike nuk përbën ndonjë shqetësim. Nuk përbën ndonjë shqetësim. Subhanallah, sot jetojmë në një kohë shumë interesante, kohë e çuditërave. Para mendoni, çfarë prirje kanë njerëzit? Një njeri pranon me marr, Allahu ju nderoft, rolin e kafshës dhe shndrohet në kafsh, i merr disa rroba i vesh dhe shndrohet, Allahu ju nderoft, në qen apo në mac apo ku ta di unë, dhe ai tjetri e ka marr zinxhirin edhe e ka lidh dhe del edhe bredh nëpër kryeqytete dhe metropolet perëndimit. Duke e shpreh këta njerëz vullnetin e lirë të tyre.
Domethënë këta thirrën në lirinë e zgjedhjes, na kemi po këtë zgjedhje. Unë po du mu do kështu. Subhanallah. Domethënë, shiqani mungesa e atyre kodeve etike, atyre normave morale, të cilat norma dhe kode etike dhe morale burojnë dhe shpërthejnë nga natyrshmëria dhe natyra e pastër që Allahu ka kriju çdo njeri në këtë botë. Fare s'është më rëndësi prejardhja dhe gjeneza e tij familjare dhe besimi i tij religioni. Allahu dhul xhelal çdo njeri që lind në këtë botë, ai lind me natyrën e pastërt që i bie e ka bazën dhe bazamentin për me njoft Allahun një dhe për të jetuar me natyrshmëri të pastërt. Tani, po jetojmë në kohë të çuditërave ku po dalin dosje diku në një ishull të caktuar në Perëndim ku njerëzit kanë shku dhe kanë bë pislëqe dhe gjëra që edhe janë në kundërshtim me ligjin, po para se gjithash janë në kundërshtim me natyrën e pastër që Allah krijoi njeriu. A lejohet që njerëzit të shndrohen kanibal? Këta njerëz janë njerëz të shtresave të larta, në thojza. A lejohet të kemi, Allah ju nderoft, abuzime seksuale me fëmijë të mitur, kanë pagu dhe janë organizu parti në ishull apo ishuj të veçantë prej elitave të botës. Janë abuzu seksualisht fëmijë. Ka pas rituale satanike. Këto gjëra. Më thonë, shiqani deri kuh sa larg shkon devijimi dhe largimi prej rrugës Zotit wali'adhu billah. Shiqoni ku përfundon njeriu kur ai nuk e din se do të del para Zotit e tij, do të ketë ahiret amshim, do të llogaritet dhe do të gjykohet. Mungesa e krejt këtyre instrumenteve i bën njerëzit me shku edhe kaq larg. Sa që sot njerëzit me logjikën dhe arsyn minimale habiten dhe thonë, si ka mundësi kjo me ndodh? Thonë, njeriu diçka e ndal. Dhe sot për fat keq është një soi njerëzor që dëshiron edhe këtë natyrën e pastër, fitretin që Zoti na krijoi me to, me e xhb, po kjo nuk zhduket. Nuk ka mundësi këto me zhduk askush. Prandaj Allahu dhul xhelal të gjitha këto ideologji po përdori terminologji dhe nocionet kohës tonë moderne. Allahu i quajti zukhrufal qawli ghurura. Janë fjalë të zbukuruara që përfundimin e kanë mashtrim, e kanë dështim dhe humbje, shkatrim dhe fatkeqësi. Do thonë, sot njerëzit habiten dekada janë majt ligjerata, takime, konferenca, seminare, tribuna, janë shkru libra, 10, 100 libra, por ja që po na dalin se ato parime që kanë parime të kalbura. Po na dalin në fund se si ka mundësi elitat, njerëz cilët kanë pas poste jashtëzakonisht të rëndësishme gjithandaj botës, me shku dhe mu bo pjesë e këtyre veprimeve kaq të ulta që bota gjithandaj po shqetësohet, por jo miqtë e mi, njerëzimi e ka shpresën te Islami dhe muslimanët. Se të tjerët moti kanë lajthitur dhe janë shumë larg rrugës së Zotit. Sot njerëzimi mbetet me shpresë se Islami dhe muslimanët do t'i kthejnë njerëzit dhe njerëzimin në binarët e njerëzimit dhe njerëzillokut. Humanës dhe humanizmit. Nuk është humane me abuzu seksualisht me të mitur. Elitat. Nuk është humane elitat të shëndrohen në kanibal.
Fundja ne po lexojmë raporte që po dalin prej qarqeve shumë serioze. Po shohim. Prandaj muslimanëve u mbetet ky emanet. Ta kthen njerëzimin në binart e njerëzillokut, të humanës. Të kthehet njerëzimi në atë që Allahu i krijoi njerëzit në natyrën e pastërt. E pastaj njerëzit janë të lirë të bëjnë zgjedhjen e tyre në mënyrë të vullnetshme, ajo që është e dobishme apo ajo që është e dëmshme për ta, për fëmijët e tyre, për familjet e tyre, për ardhmërinë e tyre e kështu me radhë. Këtu po ndalemi dhe pa humbur kohë do të kthehemi menjëherë me ajetet vijuese inshallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miq të nderuar, po vazhdojmë me lejen e Allahut aty ku e lam, jemi duke i lexuar ajetet e kapitullit An'am nga ajeti 112 deri tek ajeti 117, kemi arritur tek ajeti 114, ku Allahu te baraka ve taala thot: "Afa ghayra Allahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykum al-kitaba mufassala والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين." Atë kërkoj, thot Allahu fuqi plot, atë kërkoj gjykas tjetër përveç Allahut, kur Allahu është ai që ju ka zbritur librin, i cili ka shpjeguar në mënyrë të qartë, edhe ata të cilëve u kam i dhënë librin, e din se ai Kurani është i zbritur nga Zoti yt me të vërtetën. Prandaj, mos u bë nga ata që kanë dyshime dhe dilema. Imam Tabariu, duke e komentuar ajetin 114, thot: ky ajet na sjell deri tek një përfundim logjik i polemikave me mohuesit dhe kundërshtarët. Dhe ky përfundim logjik është se pohimi i autoritetit absolut të Allahut në gjykim me atë çfarë Allahu i zbriti njerëzimit. Imam Tabariu, duke e komentuar këtë ajet, tani merr pjesë të ajetit. Atë kërkoj gjykat tjetër përveç Allahut. Do thotë, nëse dy persona nuk pajtohen rreth një çështjeje, kanë polemizuar, kanë sjellë të dytë argumentet e njëri tjetrit, dhe nuk po e gjejnë rrugën e pajtimit rreth një pike, atëherë ajo çfarë njerëzit i pajton është kur ne kthehemi tek ajo e cila Zoti i Madhërisëm neve na zbriti dhe Zoti i Madhërisëm neve na mësoi. Prandaj, kjo pyetje mohuese që Allahu e mëson pejgamberin sa me e bë, atë kërkoj gjykat tjetër përveç Allahut, është refuzim, thot Imam Tabariu, kategorik i çdo autoriteti tjetër në gjykim, përpos gjykimi i takon Allahut te baraka ve taala. Prandaj, thot Imam Tabariu, vetëm Allahu ka të drejtë të vendosë ajo çfarë është halal, ajo çfarë është haram, ajo çfarë është e lejuar, ajo çfarë është e ndaluar, ajo çfarë është e dobishme, ajo çfarë është e dëmshme, ajo çfarë është e mirë, ajo çfarë mund të jetë e keqe dhe e rrezikshme për ne dhe perspektiven tonë. Ai ju ka zbritur librin e ky libër ju ka shpjeguar çdo gjë në mënyrë të qartë. Imam Tabariu thot Kurani është një libër përplot udhëzim, i qartë në argumente, i mjaftueshëm në gjykim. Prandaj, kjo rrezon çdo pretendim se duhet gjykim tjetër pos Kur'anit. Dhe në fund ajeti përfundon: mos u bë nga ata që kanë dyshime. Do thonë,
Ky ajet tregon se ne duhet ta ushqejmë dhe ta forcojmë bindjen tonë në rrugën e Allahut, si dhe ky ajet njëherët është edhe mësim për ummetin e Muhamedit alayhis salam, që ata pavarësisht presioneve, propagandës, që ndonjëherë është shumë e fuqishme, ummeti nuk duhet të lëkundet asnjëherë përballë të vërtetave të cilat i dim, i njohim dhe i besojmë. Ajeti 115 thot Allahu dhul Jalal: "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim." Fjala e Zotit tënd është përmbushur me të vërtetë dhe drejtësi. Askush nuk mund të ndryshojë fjalët e të Madhit Allah, ai Allah është dëgjuesi dhe është i gjithdijshmi. Imam Tabariu shpjegon se ky ajet, ajeti 115 i kapitullin An'am, përmbledh themelin e besimit në shpallje dhe në gjykimin hynor. Prandaj Imam Tabariu kur fillon me komentu pjesën e parë të ajetit, fjala e Zotit tënd është përmbushur, fjala nënkupton Kurani është kompletuar dhe është i plot, nuk ka mungesa, prandaj rrjedhimisht nuk ka nevojë asgjë të shtohet, apo asgjë të mungohet, apo asgjë nga Kurani nuk mund të fshihet, nga se është përmbush dhe është kompletu fjala e Allahut. Pastaj, me të vërtetë dhe drejtësi, do thonë, Kurani nuk ka pa drejtësi në brendin e tij, Kurani nuk ka kontradita, Kurani nuk është mashtrim nga sa është fjala e Allahut, urdhrat dhe ndalesat e Kuranit janë të balancuara në mënyrën më precize, si dhe çdo tregim, premtim dhe paralajmërim i Kuranit është i saktë. Pastaj, tutje, duke komentuar këtë ajet, pjesa e ajetit askush nuk mund ta ndryshojë fjalën e Zotit, do thot Imam Tabariu, thot fjalën e Zotit nuk mund ta ndryshojnë as njerëzit, as sundimtarët, as pushtetarët, as ideologjit, as programet, as regjimet, as njerëzit, as gjinët. Allahu ka garantuar se fjala e Zotit nuk do të ndryshohet pavarësisht kërcënimeve, përpjekjeve të mohuesve apo të kundërshtarëve. Ajeti përfundon, ai Allahu është dëgjuesi dhe i gjithdijshmi. Do thot, Imam Tabariu thot, Allahu dëgjon fjalët, dyshimet, polemikat, Allahu i din qëllimet dhe fshehtësitë e zemrave. Neve na mbetet me vazhdu në rrugtimin ton në rrugën e drejtë. Allahu na forcoft e na shtoft udhëzimin në rrugën e tij të drejtë. Ajeti 116 thot Allahu fuqiplot: "Wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun." E nëse ti i bindesh shumicës se atyre që janë në tokë, ata do të shmangin nga rruga e Allahut, ata do të largojnë nga rruga e Allahut. Ata nuk ndjekin tjetër veç se hamendësimet e tyre, dhe nuk bëjnë gjë tjetër përveç se gënjejnë. Ky është ajeti 116 dhe ky është ajeti që ne jemi frymzuar dhe e kemi titulluar këtë emision kur shumica të largon nga rruga e Allahut, kur shumica të largon nga rruga e Allahut. Domethënë opinionet, mendimet e shumicës, nëse ti ju bindesh, i nënshtrohesh, atëra edhe mund të largojnë dhe të lajthitin nga rruga e Allahut, pikërisht sikur se thot ajeti 116 An'am. Imam Tabariu, duke komentuar këtë ajet, thot, ky ajet vendos një parim të rëndësishëm në Islam, e ky parim është se shumica asnjëherë nuk është kriteri i të vërtetës. Do të thonë, shumica asnjëherë nuk është kriteri dhe standardi i të vërtetës. Duke komentuar këtë ajet, Imam Tabariu për pjesën e parë të ajetit thot, nëse i bindesh shumicës,
nëse i nënshtrohesh shumicës. Imam Tabariu thot kjo nënkupton shumicës e jo besimtarve, ata që nuk udhhiqen nga Kurani dhe nga mësimit e pejgamberit e Islam, prandaj bindja e verbërt ndaj tyre çon në lajthitje nga e vërteta, si dhe humbje prej rrugës së të drejtë. Pastaj ndalet tek pjesa e ajetit, ata do të shmangin nga rruga e Allahut, ata do të largojnë nga rruga e Allahut. Rruga e Allahut është imani, besimi i vërtet, është bindja në rrugën e Allahut, është pasimi dhe ndjekja e shpalljes dhe mësimeve të pejgamberit e Islam, prandaj çdo rrugë jashtë asaj, edhe nëse ndiqet nga shumica, është humbje. Don, këto janë gjëra edhe të njohura, edhe të ditura qartësisht, të cilat na i ka trasu Kurani dhe pejgamberi ynë alayhis salam. Tash, një pjesë tjetër e këtij ajeti, Allahu thot, ata ndjekin vetëm hamendësime. Do të thonë, përballë kanë Kur'anin, mësimet e pejgamberit e Islam, ndërsa ideologjitë dhe bindjet e tyre janë hamendësime, nuk janë të vërteta. Prandaj Imam Tabariu thot, hamendësimi me hamendje, hamendësimi nuk është dituri, nuk është argument. Mendimet pa argumente nuk vlejnë, si dhe shumica flet pa dije, dhe zakonisht shumica kur flet nuk i referohen dhe nuk e kanë burim hynor Kur'anin dhe mësimet e pejgamberit alayhisalatu wassalam, por kanë burime të tjera. Dhe ajeti përfundon dhe vetëm gënjejnë. Flasin hamendësime, por në të njëjtën kohë edhe përfundojnë në gënjeshtër. Imam Tabariu thot, çka nënkupton kjo? Kjo nënkupton se i shpifin Allahut, gjëra të cilat Allahu nuk i ka thënë, shpifin gjëra për fen e që nuk janë pjesë e fesë, si dhe flasin fjalë pa bazë, prandaj gënjeshtra shpesh provohet si logjik, si e vërtet, por në fakt ajo është e pa pranuar. Dhe ajeti 117 dhe i fundit për këtë takim, thot Allahu dhul Jalal, inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Vërtet Zoti yt e di më së miri se kush largohet nga rruga e tij, dhe ai i di më së miri ata që janë të udhëzuar. Imam Tabariu, duke e shpjeguar ajetin 117 të kaptinës An'am, thot, ky ajet vjen edhe si përforcim për pejgamberin alayhis salam dhe pasuesit e tij, cilët janë duke ecur dhe duke vazhduar në rrugën e vërtet, por në të njëjtën kohë ky ajet ka edhe një efekt tjetër, është qetësim edhe për pejgamberin dhe pasuesit e tij, pas paralajmërimit që sapo e lexuam në ajetin 116. Vazhdon Imam Tabariu duke e analizuar dhe duke komentuar ajetin 117, fjalë, pjesë. Zoti yt e di më së miri kush largohet nga rruga e tij. Thot Imam Tabariu, dituria e Allahut dhe dija e tij është absolute. Për veprimet e jashtme, për qëllimet e brendshme, për shkaqet e devijimit. Pastaj Imam Tabariu vazhdon dhe thot, devijimi dhe lajthitja nga rruga e vërtet nuk ndodh rastësisht, por ndodh ose për shkak të zgjedhjes, ose për shkak të kryenëqësisë, ose për shkak të refuzimit të vërtetës, apo për shkak të gjitha këtyre që i ka përmend Imam Tabari. Pastaj, tutje, Imam Tabariu thot, kur vihet te pjesa e ajetit, ai Allahu i di më së miri ata që janë të udhëzuar, Imam Tabariu thot, Allahu din dhe njeh ata të cilët janë të sinqert, Allahu i din dhe i njeh ata që përpjeken për të vërtetën, për të mirën, Allahu i njeh dhe i din ata që
tregohen durimtar dhe janë besimtar. Pastaj Imam Tabariu thot, kur flet për udhëzimin, thot udhëzimi nuk duhet të matet me numra, udhëzimi nuk matet me famë dhe pushtet, si dhe udhëzimi nuk matet me zëra të fortë dhe propagandë. Por udhëzimi vërtetohet me përputhjen konform shpalljes. Atë që Kurani famlart dhe pejgamberi alisam e konfirmojnë dhe e vërtetojnë për të vërtet, konform shpalljes, ajo mbetet e vërteta. Ajo e cila e kundërshton Kur'anin dhe rrugën e pejgamberit alisam, ajo mbetet gënjeshtra e trilluara dhe e pa vërteta, pikrisht ashtu sikurse e quan ajeti 116, siç i quan hamendësimet e atyre të cilët provojnë me i bë karshillëk Kur'anit dhe të vërtetës së Kur'anit. Prandaj, mund t'i përmbledhim mesazhet e Imam Tabariut, besimtari nuk duhet të shqetësohet, besimtari nuk shqetësohet pse shumica nuk e ndjek të vërtetën, besimtarin nuk e dikton përhapja e shumt e të pavërtetës, ai e din se Allah është gjykat si përfundimtar dhe asgjë nuk i shpëton dijes absolute të Allahut një. Për fund, ajo çfarë kishim mujt me i nxjerr 3 mësime nga ky ajet është se Allahu e din sakt kush devijon dhe kush udhëzohet në rrugën e vërtetë. 2, e vërteta nuk humbet edhe nëse mbetet një pakicë e vogël e njerëzve që qëndrojnë në të vërtetën, si dhe drejtësia hyjnore e të Madhit Allah është e sigurt. Këto janë ato disa prej mësimeve që mund t'i nxjerrim nga ajeti 117, por edhe nga kuptimet e këtyre ajeteve me të cilat u shoqëruam për këto minuta. Të dashurit e mi, në fund nuk më mbetet asgjë tjetër vetëm se të gjithë të lutemi për imanin dhe besimin ton, e lutem Allahun el Xhelal që besimi i drejt imanit të jetë zbukurim dhe stoli për zemrat dhe gjoksat ton, e lutem Allahun el Xhelal që të na shtoj zellin dhe dëshirën e vullnetin që të qëndrojmë fuqishëm në rrugën e tij të drejtë, e lutem Allahun el Xhelal që të na ruaj zemrat tona prej çfarëdo lloj dyshimi, hamendje, paragjykimi apo çfarë mund të jetë ajo, dhe lutem Allahun dhul Xhelal që të na mundsoj që edhe ta shijojmë, por edhe të kënaqemi me embelsiren e imanit dhe besimit të drejtë. Deri në takimin e radhës, kudo që jeni, e lutem Allahun dhul Xhelal që ju dhe gjithë dashurit ton dhe dashurit ton të jenë në mbrojtjen dhe kujdesin e të Madhit Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.